O biznesmeni u kthye në shtëpi i tërbuar dhe u ngrirë në vend kur pa çfarë po bënte pastruesja me fëmijët e tij. Viktori e shtyu makinën luksoze me shpejtësi nëpër rrugë, me nofullën e shtrënguar nga zemërimi pas telefonatës helmuese të kunatës. Por sa po kaloi portën e rezidencës, pamja në kopsht bëri që i gjithë trupi t'i dridhej. Ai shtypi frenat me forcë dhe e ndaloi makinën në mënyrë të çrregullt në hyrjen anësore të vilës. Zbriti pa e fikur motorin, pa e mbyllur derën, pa menduar për asgjë tjetër përveç zemërimit që i ngjitej në gjoks që nga momenti kur kishte marrë atë telefonat. Zëri i kunatës i jehonte ende në kokë si një zhurmë e bezdishme që nuk pushonte. Ajo kishte telefonuar gjatë takimit më të rëndësishëm të muajit dhe ai gati sa nuk e kishte injoruar. Por diçka në tonin e saj e kishte detyruar të përgjigjej, edhe pse e dinte se nuk duhej. Ishte një takim me investitor ndërkombëtar, njerëz të rëndësishëm që mund të ndryshonin fatin e kompanisë së tij, por kur pa emrin e kunatës në ekran, një ndjenjë e keqe i shtrëngoi gjoksin dhe ai kërkoi leje të largohej për të folur larg syve kurioztar të drejtuesve që e prisnin. Duhet të kthehesh menjëherë në shtëpi, ka të bëjë me Marianën. Vetëm duke dëgjuar emrin e pastrueses që kishte punësuar para pak javësh, stomaku ju shtrëngua. Mariana ishte një grua me shikim të qetë dhe buzëqeshje të përmbajtur, që ishte shfaqur në derën e rezidencës duke ju përgjigjur shpalljes që ai kishte vendosur në dëshpërim. Pas javësh të tëra duke u përpjekur të përballonte gjithçka vetëm dhe pa ia dalë. Në atë kohë, Viktori ishte duke u mbytur, duke luftuar për të mbajtur kokën mbi ujë, ndërsa përpiqej të ishte një baba i pranishëm, një biznesmen i përgjegjshëm dhe të ruante një farë rendi në jetën që ishte shembur plotësisht që nga ajo ditë e tmerrshme. Bashkëshortja e tij kishte ndëruar jetë 7 muaj më parë, e rrëmbyer nga një sëmundje e shpejtë dhe e pamëshirshme, pa i lënë kohë për përgatitje, për lamtumir, për asgjë që mund ta lehtësonte dhimbjen që i kishte mbetur e ngulitur në gjoks si një plagë e përhershme. Që atëherë, ai jetonte në një rutinë mbijetese, duke u përpjekur të balanconte punën që nuk mund të ndalej me kujdesin për 3 fëmijë të vegjël që kishin nevojë për të gjatë gjithë kohës dhe nuk e kuptonin pse nëna nuk kthehej më në shtëpi. Trinjakët sapo kishin mbushur 3 vjeç dhe dukeshin sikur kishin energji të mjaftueshme për ta kthyer çdo ambient të rregullt në kaos brenda pak minutash. Ata ishin të njëjtë edhe në mënyrën se si bënin gjithçka njëkohësisht, qeshnin njëkohësisht, qanin njëkohësisht, vraponin në drejtime të kundërta njëkohësisht, e thërrisnin njëkohësisht. Ishte e bukur, por njëkohësisht dërmuese, sepse do të thoshte se kur njëri ndjente mungesën e nënës, të 3 e ndjenin. Dhe kur njëri qante, të tjerët e ndiqnin. Dhe Viktori kur nuk dinte nga t'ia fillonte. Ai mezi po e ruante mendjen në ato ditë që dukeshin të pafundme. Me zor arrinte të përgatiste një vakt të thjesht pa shkuar diçka keq. Shtëpia ishte gjithmonë në rrëmuj, rrobat e djemve gjithmonë të pista ose të ngatëruara, sepse ai nuk arrinte t'i dallonte. Kur të 3 vraponin drejt tij, të lagur, me flokët ngjitur në ball, duke kërkuar përqafim dhe vëmendje, ai përpiqej të ishte i duruar, përpiqej të merrte frym, përpiqej të mos e linte dhimbjen të shpërthente. Por ndonjëherë gjithçka që mund të bënte ishte të mbyllej për disa sekonda në banjë dhe të qëndronte në heshtje për të rifituar kontrollin. Kur shikonte veten në pasqyrë, mezi e njihte, sytë e fundosur, mjekra e parregullt, lodhja e dukshme. Pyeste veten sa kohë do të mund ta përballonte kështu. Takimet në kompani po bëheshin gjithnjë e më të tensionuara, sepse ai vonohej, largohej në mes ose nuk arrinte të përqendrohej në vendimet e rëndësishme. Ortakët e kishin paralajmëruar 2 herë dhe herën e fundit toni kishte qenë më serioz, më i prerë, si një sinjal i fundit përpara se të ndodhte diçka më e keqe. Viktori e dinte se po humbiste kontrollin mbi gjithçka njëkohësisht. Kompania që kishte ndërtuar me aq mund po fillonte të tregonte shenja rreziku dhe ai e ndjente këtë si një kërcënim të drejtpërdrejtë për të ardhmen e vetme që mund t'u garantonte fëmijëve. Klientë të rëndësishëm ankoheshin për vonesa, për dorëzime të paralizuara, për mungesë përgjigjesh në email dhe disa tashmë kishin kërcënuar se do t'i drejtoheshin konkurrencës nëse situata nuk përmirësohej shpejt. Punonisit dukeshin të pasigurt për shkak të mungesës së drejtimit të qartë dhe në sytë e tyre ai shite dyshimin për të ardhmen e kompanisë. Afatet po shtrëngoheshin çdo ditë më shumë dhe ai ishte në mes të gjithë kësaj, duke u përpjekur të mos fundosej, ndërsa kujdesej për 3 fëmijë të vegjël që zgjoheshin çdo natë duke qarë dhe duke thirrur për nënën. Babi, kur do të kthehet mami? Kjo pyetje vinte çdo ditë nga ndonjëri prej tyre dhe çdo herë ishte si një goditje në gjoks që ja priste frymën. Ai nuk dinte më si të përgjigjej pa u thyer përpara tyre.
Përpiqej të thoshte fjalë të thjeshta, përpiqej t'i përqafonte, t'u thoshte se mamaja i donte shumë, por përfundonte duke ulur syt, duke gëlltitur me vështirësi, sepse ende nuk kishte mësuar të fliste për këtë pa i mbyllur fyti e pa i mbushur syt me lodh. Kishte net kur ai rinte ulur në korridor me shpinë pas murit të ftohtë, duke dëgjuar të tre të qanin në dhomat e tyre, dhe ai në mes, pa ditur cilin të merrte i pari, pa ditur si t'u jepte forcë tre zemrave të vogla njëkohësisht, kur as e tia nuk ishte më e plodh. Në disa ditë, kur kthehej nga puna, i gjente të tre tepër të heshtur, ulur në divan, duke parë nga një cep i shtëpisë, sikur prisnin dikë të shfaqej. Dhe kjo e friksonte, sepse heshtja e tyre dhemte më shumë se rrëmuja. Do të thoshte se po lodheshin së pyeturi, së shpresuari, së besuari. Ai kishte provuar të punsonte dado përpara se të shfaqej Mariana. 5 prej tyre kishin kaluar nëpër shtëpi në muajt e parë. Njëra kishte qëndruar vetëm pak ditë, duke thënë se nuk e përballonte energjinë e tre fëmijëve njëkohësisht. Tjetra ishte larguar pa shpjegime pas një rrëmuje në kuzhinë. Një e tretë dukej me përvojë, por fëmijët nuk e pranuan kurrë dhe qanin sa herë ai largohej. Një tjetër ishte shumë e re dhe ngatëronte gjithçka. Dhe e fundit kalonte më shumë kohë në telefon se sa duke u kujdesur për ta. Kur Mariana u shfaq me atë qetësinë e saj, me referenca të thjeshta dhe me një nevojë të sinqertë për punë, ai ndiu një lehtësim të madh. Ajo nuk gjykoi, nuk u ankua për rrëmujen, nuk e shikoi me mëshirë. Dhe fëmijët e pranuan menjëherë. Ajo i thërriste secilin me emër, me durim. I ushqente pa britma, i vinte në gjumë me këngë të buta, e mbante shtëpinë të rregullt pa i frikësuar. Qetësia që solli nuk vinte nga frika, por nga prania dhe kujdesi i vërtetë. Fal saj, Viktori filloi të merrte frymë sërish. Filloi të flinte më mirë, të përqendrohej në punë, të ndjente se ndoshta mund t'ia dilte. Madje kishte arritur të mbyllte një kontratë të rëndësishme, diçka që dukej e pamundur muaj më parë. Ortakët e kishin përgëzuar dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai besoi se ndoshta mund të ishte sërish një baba i mirë dhe një drejtues i mirë, edhe me boshllëkun që nuk do të mbyllej kurrë plotësisht. Por pikërisht atëherë, kur gjithçka po dukej se po hynte në një rrugë më të qetë, Kunata filloi të shfaqej më shpesh. Pa paralajmërim, me justifikime të ndryshme, se donte të shihte fëmijët, se kishte mall për shtëpinë, se donte të ndihmonte. Në fillim, ai mendoi se ishte vetëm shqetësim i sinqert dhe dhimbje për humbjen e motrës. Por vizitat e saj vinin gjithmonë me komente të vogla, me vështrime që kërkonin gabime, me një ton dyshimi që e linte të kuptonte se ajo nuk i besonte plotësisht gruas që po kujdesej për fëmijët e tij. Dhe ishte pikërisht ajo telefonat që e kishte bërë të kthehej me nxitim në shtëpi, me zemërimin që i vlonte në gjak, pa e ditur ende se çfarë do të shite në kopsh dhe pse pamja do ta bënte të ngrinte në vend. Ja dikush nga familja, Viktor, jo një e huaj që u shfaq nga hiçi. Unë nuk u besoj këtyre njerëzve. Duhet të jesh më i kujdesshëm. Viktori e shmangte përplasjen, sepse tashmë po shpenzonte gjithë energjinë vetëm për të mbijetuar çdo ditë. Ai donte të besonte se ishte thjesht një periudhë përshtatjeje dhe se, me kohën, ajo do ta kuptonte se Mariana po u bënte mirë të gjithëve. Nuk donte t'i largonte djemt nga halla, sepse e dinte që çdo lidhje familjare ishte e rëndësishme në atë moment, sidomos pasi kishin humbur nënën kaq herët. Ai u përpoq të fliste me të njëherë, me qetësi, duke shmangur konfliktin. E kuptoj shqetësimin tënd dhe të falenderoj që kujdesesh, por unë kam nevojë për ndihmë dhe ajo po u bën mirë atyre. Djemt po hanë më mirë, po flenë më mirë, janë më të qetë dhe më të lumtur. Kunata ju përgjigj me një buzëqeshje të shkurtër, nga ato që nuk arrin kurrë të syt, nga ato që fshehin diçka pas vetes. Kështu thua tani, Viktor. Më vonë mos thuaj që nuk të paralajmërova. Këta njerëz din të fitojnë besimin dhe pastaj tregojnë kush janë në të vërtetë. Pastaj erdhi ajo telefonat, në momentin më të keq të mundshëm, gjatë prezantimit më të rëndësishëm të vitit për kompaninë. Çfarë ka ndodhur? Djemt janë mirë? Kunata vonoi të përgjigjej dhe heshtja nga ana tjetër e linjës e bëri Viktorin edhe më nervoz. Ai e shtypi telefonin fort pas veshit, ndërsa përpiqej më kot të qëndronte i përqendruar në sallën e mbledhjeve plot me njerëz të rëndësishëm që prisnin vendimet e tij. Janë mirë fizikisht, por Viktor, ajo grua nuk po kujdeset siç duhet për ta. Kalova sot herët, pa lajmëruar, sepse pas gjithçkaje që ndodhi me motrën time jam shumë e ndjeshme për këto gjëra. Pash gjëra të çuditshme që më shqetësuan shumë. Djemt ishin zbathur në kopsht, ndërsa ajo ishte brenda, duke bërë kush e di çfarë.
Mund të lëndoheshin, të shkelin ndonjë gjë të rrezikshme, të rrëzoheshin. Dhe ka edhe diçka më serioze. E pash duke prekur sendet e tua personale në zyrën tënde. Po hapte sirtar, po shikonte dokumente, madje po shfletonte letra të rëndësishme mbi tavolinë. Nuk më pëlqeu as pak kjo. Mendoj se duhet të kthehesh menjëherë në shtëpi, para se të ndodh diçka edhe më e keqe me fëmijët ose me gjërat e tua. Zemërimi shpërtheu brenda tij si një valë e nxehtë. Ai u kërkoi ndjes investitorëve me një justifikim të paqartë për një emergjencë familjare dhe u largua pa u kthyer pas. Ndërsa vraponte drejt parkingut, mendja i punonte me shpejtësi të çmendur. Kujtimet e këqija të muajve të fundit e goditën njëherësh. Si kishte qenë kaq i pakujdesshëm me sigurinë e fëmijëve? Si kishte lejuar dikë të hynte kaq lehtë në jetën e tyre, në rutinën e tyre, në dobësinë e tyre? Ai kishte besuar sepse ishte i dëshpëruar për ndihmë. Kishte ulur të gjitha mbrojtjet. Ai drejtoi makinën me shpejtësi nëpër rrugët e qytetit, duke kaluar semafor, duke marrë kthesa të rrezikshme, me zemrën që i rrite fort në kraharor. Mendimi se diçka mund t'u kishte ndodhur djemve nuk i largohej nga koka. Ata ishin gjithçka që i kishte mbetur nga gruaja që kishte dashur. Nëse diçka u ndodhte për shkak të gabimit të tij, ai nuk e dinte si do të vazhdonte të jetonte. Kur mbërriti te rezidenca, parkoi pa kujdes dhe zbriti me duart që i dridheshin. Porta kryesore ishte paksa e hapur, gjë që e alarmoi edhe më shumë. Hyri pa bërë zhurmë. Salla ishte bosh, kuzhina e rregullt, dhomat e fëmijëve të pastra dhe pa askënd brenda. Paniku i shtrëngoi gjoksin. Pastaj dëgjoi diçka që e ndali në vend, të qeshura fëmijësh, të pastra, të sinqerta. Zërat vinin nga kopshti i pasëm. Ai vrapoi drejt derës së xhamit dhe u ngrirë. Në mes të barit të gjelbër, nën hijen e palmave, Mariana ishte e gjunjëzuar pas një tapeti të madh të fryrë me ujë. Trinjakët rrëshisnin mbi të lagur, duke qeshur me gjithë shpirt, ndërsa uji dhe shkuma shpërndaheshin kudo. Mariana, e lagur po ashtu, qeshte me ta dhe i inkurajonte. Ajo ngriti kokën dhe e pa. Përshëndetje, Viktor. Erdhët më herët sot. Djemt po ankoheshin për vapën, ndaj mendova t'i freskoja pak. Mos u shqetësoni për rrëmujen, do ta pastroj gjithçka. Ai nuk arriti të fliste. Vetëm i pa fëmijët e tij, të lumtur siç nuk i kishte parë prej muajsh. Zemërimi ju shua dhe në vend të tij erdhi një hutim i thellë. Dhe, për herë të parë, ai e kuptoi se frika dhe dyshimi mund ta kishin çuar drejt një gabimi të madh. Uj. Babi, u i bën një zhurmë të bukur. Viktori doli një hap jashtë dhe ndjeu pantallonat e kostumit t'i preknin barin e lagësht dhe të freskët. U ul në gjunjë pa menduar shumë dhe, me një shqetësim të vërtet në zë, i shikoi nga afër të tre, duke kontrolluar çdo detaj. Jeni mirë? Ju ka ndodhur ndonjë gjë? Ata u përgjigjen të tre njëkohësisht, duke u ngatëruar me fjalët nga entuziazmi. Po, jemi mirë. Është shumë bukur. Është shumë qejf. Ai i mesit ngriti fytyrën e lagur dhe foli serioz për një çast, sikur po thoshte diçka shumë të rëndësishme. Babi, teze Mariana, rri me ne gjithë kohën dhe nuk na lë të jemi të trishtuar e as të qajmë vetëm. Viktori ndjeu fytin t'i shtrëngohej fort. I ledhatoi flokët e lagur me kujdes, duke u përpjekur të mos tregonte sa shumë e kishte prekur ajo fjali. Mariana u ngrit ngadalë nga tapeti i lagur, fshiu duart në përparsen krejt të njomur dhe u afrua me hapa të qetë dhe të sigurt, duke i lënë djemt të vazhdonin lojën pas saj. Ajo ndaloi disa metra larg dhe e shikoi drejt në sy, me një qetësi dhe vendosmëri që e befasuan. Viktor, e di që dikush të ka telefonuar sot dhe ka thënë gjëra të këqija për mua. E di që erdhe këtu gati për të marrë një vendim të rëndë. Por para se të vendosësh çfarëdo gjëje, kam nevojë të më dëgjosh deri në fund, sepse ka shumë gjëra që ti nuk i di. Zëri i tij doli më i ulët se sa priste, më thanë se i le vetëm dhe se hyre në zyrën time. Mariana tundi kokën ngadalë. Po, hyra në zyrën tënde sot. Dhe kam një arsye shumë serioze për këtë. Ai mori frym thellë. Atëherë, ma shpjego. Ajo tregoi me kokë nga veranda e mbuluar, larg veshëve të fëmijëve, dhe hodhi një vështrim të shpejt nga djemt për t'u siguruar që gëzimi i tyre nuk do të prishej. Le të flasim atje, por pa i larguar nga loja e tyre. U ulën. Mariana qëndroi në këmbë për një çast duke i parë fëmijët, pastaj u kthye nga ai me fytyrë serioze. Sot në mëngjes erdha si zakonisht, pak para orës 7.
Djemtë flinin. Fillova të përgatisja mëngjesin, rrobat, lodrat. Çdo gjë normale. Rreth orës 8:30 dëgjova një zhurmë te porta e shërbimit. Mendova se ishte kopshtari, por kur pash nga dritarja, pash një grua që po përpiqej ta hapte portën me një çelës. Ishte kunata jote. Stomaku i Viktorit u shtrëngua. Ajo po përpiqej ta hapte portën me një çelës kopje. Çelësi yt ka një shenjë të kuqe, i saj ishte krejt i ri, pa asnjë shenjë. E lash të hynte që të mos zgjonim fëmijët. Por ajo nuk shkoi t'i shite. Filloi të shikonte shtëpinë, të pyes për oraret e tua, nëse unë rria vetëm me ta, nëse kishte roje. Ai u përkul përpara, i tensionuar. Pastaj tha se do të përdorte banjën dhe u ngjit lart. Unë e ndoqa pa zhurmë. Ajo nuk ishte në banjë. Ishte në zyrën tënde. Po hapte sirtarët, po nxirrte dokumente dhe po i fotografonte një nga një me telefon. Gjaku i Viktorit u nxe. Kur u largua, shkova direkt në zyrë. Sirtarët ishin të çrregulluar dhe mbi tavolinë pash një zarf të madh kafe. E hapa, edhe pse e dija që ishte privatësi. Por diçka më tha se ishte shumë e rëndësishme. Ai u ngrit me ankth. Çfarë kishte aty? Mariana mori nga çanta e saj një zarf të madh dhe ia zgjati. Brenda ishin dokumente zyrtare, kontrata, certifikata dhe një kërkesë gjyqësore për marrjen e kujdestarisë së plotë të trinjakëve. Kunata po e akuzonte se ishte i paaftë, se i linte fëmijët pas dore, se shtëpia ishte e rrezikshme, se punësonte njerëz pa kontroll. Këmbët e Viktorit u drodhen. U mbështet te tavolina. Ajo po përdor dhimbjen tonë për të na shkatëruar, pëshpëriti. Mariana foli me vendosmëri, prandaj hyra në zyrën tënde. Prandaj preka dokumentet. Duhej ta dija të vërtetën dhe të paralajmëroja para se të ishte vonë. Viktori kaloi dorën mbi fytyrë, i tronditur. Pastaj pa djemt që qeshnin në kopsht, të pavetëdijshëm për gjithçka, dhe kuptoi se dikush po përpiqej t'u merrte, duke përdorur frikën, dhimbjen dhe gënjeshtrat. Viktori ndjeu se diçka e rëndë po ndodhte rreth tyre dhe një shtrëngim i fortë e i dhimbshëm në gjoks gati sa nuk ja mori frymën. Ajo i kishte telefonuar në mes të mbledhjes më të rëndësishme të vitit, duke i thënë se Mariana po i neglizhonte fëmijët, se i kishte lënë vetëm në kopsht dhe se po prekte sendet e tij personale. Ajo kishte ndërtuar një histori të tërë për ta bërë të besonte se Mariana ishte problemi, se ajo përbënte një rrezik, ndërkohë që në të vërtetë vetë kunata po ndërtonte prej muajsh një çështje kundër tij, duke mbledhur prova të rreme dhe duke manipuluar situata. Mariana pohoi me kokë. Ajo donte që ai ta largonte atë ditë. Donte që ai të mbetej sërish pa asnjë ndihmë. Donte që gjithçka të kthehej në kaosin e mëparshëm, në mënyrë që ta përdorte këtë si provë se ai nuk ishte i aftë të kujdesej për fëmijët vetëm. Viktori ul sërish në karrige, i raskapitur, sikur e gjithë forcat i ishte shtëruar për një herë. Për disa minuta të gjata që i dukeshin si një përjetësi, ai qëndroi në heshtje të thellë, duke parë dokumentet në duar dhe duke u përpjekur të kuptonte për masat e asaj tradhtie. Mariana e respektoi heshtjen e tij, pa e nxitur, pa e shqetësuar, duke pritur me durim. Më në fund, ai ngriti sytë e mbushur me lodh dhe pyeti me zë të thyer: "Pse e bëre gjithë këtë për ne? Pse u përfshive kaq shumë? Mund të ishe larguar dhe ta kishe lënë këtë problem vetëm për mua." Mariana buzëqeshi lehtë, me një trishtim të qetë. Sepse e di çfarë do të thotë të rritesh pa nën. E di çfarë është të ndjesh se bota shembet dhe se askush nuk do të dojë më si më parë. Edhe unë e humba nënën shumë herët, dhe i premtova vetes se nëse ndonjëherë do të kisha mundësi të ndihmoja fëmijë që kalonin të njëjtën dhimbje, do të bëja gjithçka që mundesha. Lotët rëshitën në fytyrën e Viktorit pa zhurmë, ndërsa ai shikonte tre djemt që vazhdonin të qeshnin, të pavetëdijshëm për gjithçka. "Ti nuk je vetëm në këtë betejë," i tha Mariana me butësi, duke i vendosur dorën mbi shpatull. "Këta djemt kanë një baba që i do dhe që lufton çdo ditë për ta. Dhe kjo është ajo që ka vërtet rëndësi." Ai e falenderoi me zë të dridhur dhe, me një vendosmëri të re, vendosi të mbrojë ligjërisht dhe të mbronte fëmijët me gjithçka kishte. I pa duke luajtur në kopsht, të lagur, të mbuluar me shkum e bar, duke qeshur me gjithë shpirt. Për herë të parë pas shumë kohësh, ai e pa qartë se ata ishin të sigurt dhe të lumtur. Kur e thirrën të luante me ta, ai hoqi xhaketën, këpucët dhe u fut në barin e lagur. Djemt vrapuan drejt tij dhe u hodhën në krahët e tij.
Ai I përqafoi fort, duke ndier aromën e sapunit dhe të barit, duke ndier jetën që rrite fort në atë përqafim. Më vonë, pasi u lan, u than dhe u ushqyen, shtëpia u mbush me qetësi. Atë mbrëmje, pasi I vuri në gjumë dhe u këndoi këngët që u këndonte dikur nëna e tyre, ai ul në zyrë dhe filloi të përgatitej për betejën ligjore që do të vinte. Por tani nuk ishte më I verbuar nga frika. Në javët që pasuan, ai riorganizoi jetën, punën, kohën me fëmijët. Kunata nuk arriti më t'i afrohej. Drejtësia e hodhi poshtë kërkesën e saj. Vetrinjakët vazhduan të rriteshin të sigurt, të dashur, të mbrojtur. Atë ditë vere, kur ai u kthye në shtëpi I mbushur me zemërim dhe frikë dhe gjeti fëmijët duke qeshur në kopsht me Marianën, ai e kuptoi se jeta I kishte dhënë një shans të dytë. Një shans për të mbrojtur atë që kishte më të shtrenjtë. Një shans për të qenë babai që ata meritonin. Dhe ai u betua se nuk do ta humbiste më kurrë atë mundësi.